fillimisht uroj kjo luftë të mos zgjasë më asnjë orë, sepse është një përballje, një konflikt mes dy shteteve të fuqishme të linjës së mesme, të cilat disponojnë edhe arsenal dhe armatim, domethënë, të shumë llojeve, dhe uroj të mos përshkallëzohet më tepër dhe të mos implikohen edhe shtete tjera. Në qoftë se implikohen në një shtet tjetër i regionit, atëherë sinqerisht është për të shqetësuar seriozisht dhe shumë me që bëhet fjalë për një zonë të ndihshme dhe përfshirje të shteteve problematike siç është Irani dhe kësaj interferimet apo refleksionet dhe ndikimi i kësaj ngjarje, i kësaj lufte në pjesë tjera të regionit dhe më gjerë do të jetë evident. Sa i përket gjendjes së tanishme, jemi të shkëtar përmes mediave kemi pasë është përshkallëzuar situata bukur shumë dhe kemi damen dhe dy anët. Sado që Izraeli mund të llogaritet që është në një epërsi ushtarake me që ka shpartallu dukshëm edhe zinxhirin komandos duke likviduar krerët më të lartë, pastaj ekipin e shkencëtarëve kështu me radhë, dhe këtë kjo për arsye të pengimit, të përpunimit ose përfitimit të armës nukleare, për cilën proces kanë qenë djeni shërbimit inteligjente dhe nëse kthehemi në retrospektiv, atëherë kemi më të qartë se edhe SBA, gjithsesi presidenti Trump i pat bërë me dije, Izraelit dhe pat lutë ose inkuraju për Iranin për me bisedu lidhur me arsenalin bërthamor dhe armën bërthamore në përgjithësi, për faktin se kishte informacione të besueshme nga shërbimit inteligjente të Izraelit dhe të SBA-s që Irani është në fazën parafinale të armëve bërthamore. Kjo nuk ndodhi në kuptimin e pranimit për dialog dhe pasuan ato bombardimin. Tani është një rrethon interesante nëse SBA deri në këtë moment nuk kam informacion që është përfshi, por sipas asaj që unë kam analizuar, SBA do të ndërmerr një operacion të fuqishëm, të shpejt për të gjuajtur pjesët nëntoksore, gjithsesi laboratoret e përpunimit të armëve bërthamore që besohet që janë në thellësi dikun disa qindra metra, dhe kjo do të ndodhë dhe uroj që të mos përshkallëzohet më tepër dhe të përfundoj kjo luftë në tryezën e bisedimeve me zgjidhje politike, me zgjidhje të ndryshme të cilat të gjitha mund të jenë opsionale, po jo konflikti armatosur. Ballkani perëndimor në veçanti është një zonë po ashtu e ndihshme ku zgjerimi i konfliktit atje domosdoshmërisht do të ketë ndikim jo vetëm në aspektin ekonomik që veç ka filluar shenjat e para, por në aspektin ushtarak dhe geopolitik, për faktin se vëmendja e shtuar e SBA-s në atë zonë të interesit madhor, interesit strategjik parësor, do të paksoj vëmendjen dhe fokusin në këtë pjesë Ballkanit. Ne e dimë të gjithë që me fshirin verior jemi në raport jo të mirë dhe kërcënimi dhe rreziku gjithnjë për Kosovën vije nga ajo pjesë, nga ajo anë. Prandaj preokupimi i SBA-s dhe miqve tjerë, përkatësisht të aleatëve tjerë të SBA-s me Izraelin dhe lindjen e mesme, përkatësisht me parandalimin e zgjerimit të konfliktit nga aspekti i implikimit të shteteve arabe dhe shteteve tjera të cilat mund të kyçen në kundër Izraelit, do të kishte për pasojë një përshkallëzim të situatës të ne dhe uroj që kjo të mos ndodhë. Pra, uroj që të përfundojnë konflikti atje dhe gjashtë që të përfundoj konflikti në lindjen e mesme mes Iranit dhe Izraelit me ndërmjetësimin e miqve ndërkombëtar të tyre, në rastin konkret mik ndërkombëtar i Iranit është Rusia, është edhe Kina, kurse në anën tjetër kemi pra SBA-n si aleati kryesor për Izraelin, bashkë me aleatët tjerë që ka SBA e që në lidhjen e tyre në aleancë janë edhe bashkëpunëtor, janë edhe subjekt që kanë interesa përbashkëta bëhet fjalë për anëtarët e NATO-s. Rusinë e përmenda si ndërmjetësues më shumë, si mik i Iranit, nuk besoj që Rusia implikohet ushtarakisht. SBA-t po mund të realizojnë një operacion të fuqishëm sepse vetëm ata disponojnë me teknologjinë ushtarake në atë mos dhe në atë nivel që me damtu seriozisht laboratorin poshtë disa qindra metra në thellësi nën sipërfaqe të tokës në Iran për të paralizuar dhe parandaluar përpunimin e uranumit deri në atë mos që të fitohet arma bërthamore. Pra dhe njerë, Amerika mund të realizojë këtë operacion, kurse Rusia do të ofrohet si ndërmjetësues për dialog, si ndërmjetësues aleat i kahershëm i Iranit, që të mos ndodhë dhe përshkallëzohet gjendja dhe humbi të jenë sikur në Siri që ndodhi me rastin e Asadit. Prandaj Rusinë e shoh vetë si ndërmjetësues aktiv bashkë me Kinën, por jo implikues, jo pjesëmarrës në konfliktin armator, sepse por që supozojmë hipotetike përfshirjet e Rusia, atëherë sinqerisht epilogu do të jetë shumë tragjik dhe për masave të mëdha.
Nëse zgjat lufta në linjën e mesme dhe përshkallëzohet situata atje, që edhe përsëritëm implikohen edhe faktorë tjerë, Serbia do të ketë pak më lehtë dhe vërtet që mund të ndodhë paralajmime që ka bërë që mund të jenë një luftë psikologjike dhe një propagandë e ashpër, por edhe mund të jetësohen në praktikë si një operacion po ashtu i fuqishëm dhe i shpejt i Serbisë në verinë e Kosovës për të aneksuar verinë e Kosovës, sepse në aspektin proporcional ushtarak jemi në disproporcion të madh dhe duhet pranuar që Kosova nuk disponon me as sistem raketor, as me mjete tjera mbrojtëse nga sulmet eventuale raketore që mund vinë nga Serbia, për në çfarë do qoftë tjetër lloj sulmi që mund të pason. Kurse thamë më herët aleancave atlantike, krye me SBA dhe miq tjerë të fuqishëm dhe kombëtar, do të jenë të prekupuar më shumë me gjendjen atje sepse rrezikojnë interesa strategjike dhe interesat dhe rendit juridik botëror dhe paqja botërore rrezikohet seriozisht nëse përshkallëzohet situata në linjën e mesme, e që në anën tjetër, kjo pjesë e regionit i mbetet një farë mbetet pa kontrollin e mjaftueshëm për të zbrapsur Serbinë në qoftë se i hyn një aventurë të tillë. Tani fakti që lufta në linjën e mesme është duke u frymësuar në kuptimin e një konfrontimi të hapur me Shtetin e Izraelit dhe Iranit, ku dihet botërisht se Irani është duke u sulmuar për arsye të veprimeve të tija në cënimin e sigurisë të Shtetit të Izraelit, po edhe lindjes së mesme, të marrë parasysh programin e saj bërthamor, po njëkohësisht duke krijuar edhe financuar proksit e saja, pra grupet terroriste të cilët kanë pasur këtë qëllim dhe këtë synim që të destabilizojnë sigurinë kolektive, madje edhe kancelari Merz e potencoi qarta që Izraeli është duke kryer punën e tyre të ndyrë, pra një punë që do duhet kryej dhe barra dhe policia ka rrugë Izraelit për të ballafaqur me Iranin, por fakti që tani më kemi një shtrirje vertikale të aktivitetit dhe mbështetjes amerikane dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendet të NATO-s, unë mendoj që konflikti Izrael-Iran do të përmbyllet me një afat shumë më të shpejt dhe do të kemi një ndryshim epokal politik në pjesën e Tehranit, njëkohësisht impaktet janë të larta, sepse tani më proksit e Iranit mund të veprojnë duke krijuar veprime terroriste në kontinentin evropian, ku edhe Kosova dhe vendi i Ballkanit Perëndimor nuk mund të jesin immun. Prandaj ndaj këtyre ndryshimeve gjeopolitike ne do duhet të fokusohemi në ndryshime gjeostrategjike dhe të përcaktojmë qarta dhe direktivën e të veprimit të institucioneve përkatëse të sigurisë për të parandalosur çfarëdo aktiviteti në aspektin e sigurisë. Sa i përket çështjeve të impakteve ekonomike, padyshim një konflikt i përmasa më të zgjuar në lindjen e mesme do të ketë impakt në aspektin e mbështetjes së zhvillimit ekonomik, sa i përket çështjes së naftës, e cila de facto është qelsi kyç i aktiviteteve zhvillimore ekonomike në Ballkanin Perëndimor dhe në tutje. Çështja e pretendimeve të qarta edhe shtetërore tani më të Serbisë për të krijuar rikthimin e tyre në një etapë të ndryshimeve gjeopolitike në favorin e Serbisë, por mendoj çështja veriore dhe çështjet e tjera që cënojnë sigurinë kolektive të Ballkanit Perëndimor janë të varura në një zhvillim sekundar të atyre që janë duke ndodhur në lindjen e mesme, por asesi nuk mund të ketë ndonjë kuti të Pandorës, sepse është të konstatuar fakti që Irani do të humbas këtë konfrontim me Izraelin dhe minimalisht do mund të ndikojë ky konflikt në kontekstin e zhvillimeve politike, ekonomike dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor.